Përshëndetje. Si jeni? Përshëndetje, si shkoni? Doktor, si jeni? Si shkoni? Përshëndetje. Faleminderit ju për ftesën. Përshëndetje për ardhmën. Si e se? Ti e bërë simboli rezistencës. Juroj dje se nuk erdha dje. Jo, s'ka gjë, kënaqësia ime është Shqipëria. Shoqërojmë të bëjmë sa gjëra. Përshëndetje. Mirë, si jeni? Si shkoni? Mund të Faleminderit. tregoni diçka thjesht? Ne kemi varë gjithë këto simbolike, çmimet se sa kostos. Ndërsa këtu te kjo pasqyra që mund të jetë dia më simbolike e bukur e parë të rezistencës tonë është ja kush mund ta përmirësojë realitetin. Që njeriu vendoset përpara saj e shikon dhe mendon që sa më bëj të parë në të tjerë. E përkryer. Transparenca. Transparenca. Është kryer zonë urbane, unë pres se ky të kthehet aksi që lidh gardën, zonë e gardës me Saukun, do bëhet zonë urbane, do të ketë tabela dhe gjitha. Mbas kësaj nuk dihet se çfarë vjen tjetër dhe praktikisht Parku i Tiranës me këtë ndërtim mbaron. Do të thonë mbaron del komplet nga lista e zonave të mbrojtura dhe nëse heqim dhe këtë pastaj nuk e di se ç'mund të jetë në zonë mbrojtje në qytetin e Tiranës, do të thënë qyteti historik i betonizuar, që s'do ketë asnjë hapësirë të lirë. Tamam asnjë hapësirë relax. Nuk është thjesht çështja e ndërtimit, po është edhe çështja e njerëzve që hedh deri tani. Por nuk është se përfundon. Po janë rreth edhe 50 ca ditë që vetë të një dia që nuk po kuptoj tani ç'është është këndërash apo është stadium. Sportin po nxjerrë është funksioni dhe amfiteatri, në komplet zonën tonë në zemër të parkut. Është problematika që i sjellin park. Problematika që edhe policia bashkiake provokon në ditën që po vihetin në takiku, provokon që në orën 10 e nis po konflikton, pa të dhënë një arsye, se duhet të heqësh posa. I kërkon citimin e ligjit, thotë nuk citoni ligjin sepse s'ka mësues. Një policë bashkie, thotë nuk ka mësues, nuk ka citë ligjin. Është problematike. Ja, të radhën kam qenë vetëm një kamë një ditë, një pronar i kësaj firmës erdhi më goditi mua se unë po filmoja për drejtën e informimit. Sepse ne na kanë ngelur vetëm rrjetet sociale, mediat janë censuruar këtu në Shqipëri, më vjen keq për të thënë këtë, sepse ndërkohë mediat do të vinë, ne kemi një muaj këtu dhe trupi më i madh që ne kemi ngelur më shumë fakte. Unë falenderoj përzemërisht, unë qenë shumë vend botës misionar dhe nuk ka këtu, na ka shpresa. Njerëzit po ne po ikin. Nuk na e shumë humbë gjithçka. Nuk e di se çfarë do bëjmë, ku do shkojmë. S'pari ju jeni këtu për të vajtur gjallë shpresën. Atë që the po na humbet shpresa është për fatin e keq një mesazh i cili na çon drejt fatalizmit, por ju ndoshta dukeni pak sot në numër, por ju jeni për të mbajtur gjallë shpresën. Dhe jam këtu sot për të solidarizuar me këtë lëvizje qytetare. Këtyre qytetarëve të Tiranës, këtyre të rinjve, djemve dhe vajzave të shkolluar, mendje hapur, me shpirt dhe zemër perëndimor. Por kur vjen këtu, padyshim që reagimi i parë është i trisht. Ky vandalizëm që po i bëhet parkut dhe liçenit Tiranës, të vetmes pasuri publike dhe hapësirë, qetësie dhe çlodhe që i ka mbetur për fat të keq Tiranës, është i papranueshëm. Tu marrësh dhe tu prishësh fëmijëve të Tiranës, qytetarëve të Tiranës, parkun e vetëm, pronën e vetëm publike të pushimit dhe të çlodhjes është vandalizëm me cilin nuk mund të pajtohet askush. Natyrisht që u takon rreth parë qytetarëve të Tiranës. U takon më shumë se kujdo tjetër këtyre djemve dhe vajzave, të arsimuar, të shkolluar, të kulturuar, mendje hapur,
për të rezistuar vandalizmit dhe vandalëve. Kjo lëvizje qytetare shkon përtej kauzës vetëm të parkut, të vetëm të qytetit Tiranës. Tashmë po lind dhe po nis një lëvizje qytetare për emancipim, për civilizim. Dhe unë ju përgëzoj për këta. Padyshim që betejë e civilizimit me vandalizmin nuk është e lehtë. Padyshim që betejë e emancipimit me dhunën, qoftë verbale, fizike apo ambientaliste nuk është e lehtë. Por gjithmonë ka një fillim. Gjithmonë progresi ka nisur nga njerëz mendje hapur, nga njerëz kurajoz, të cilët rezistojnë. Dhe ndoshta në fillim duket sikur janë një grup i vogël fizikisht, por jam i bindur që shpirtërisht dhe mendërisht me ju janë miliona shqiptar sot kudo ku ata jetojnë në Tiranë apo jashtë Tiranës. Ju inkurajoj të mos lodheni. Lëvizja juaj nuk është lëvizje politike. Lëvizja juaj nuk është lëvizje partizane. Lëvizja juaj nuk është lëvizje militanteske. Lëvizja juaj është lëvizje qytetare. Lëvizja juaj është lëvizje e stilit perëndimor europian, aty ku identiteti, ADN-ja dhe shpirti i shqiptarëve kanë qenë, janë dhe janë të adresuar. Lëvizja që ka nisur këtu tek parku i Liçenit është një lëvizje për emancipim. Është një lëvizje për civilizim. Prandaj le t'i lëmë ata që akuzojnë dhe shantazhojnë verbalisht qytetarët e pambrojtur Tiranës. T'i lëmë në botën e tyre banalitetit. Dhe ne kemi zgjedhur një model tjetër. Dhe këta qytetarë këtu kanë zgjedhur një model tjetër. Kanë zgjedhur modelin e të qenit civil, të emancipimit. Prandaj unë jam me ta, jo vetëm si president i Republikës, por rradh parë si qytetar, si njerëz, si prind. Padyshim që spekulanti recidivist, besoj e mbani mend, për shumë spekulime të stilit tij. Akuzon presidentin për vil në mes të bllokut, në mes të parkut. Rezidenca qeveritare presidenciale e ndërtuar 60 vjet më parë, së pari nuk është brenda parkut. Së dyti nuk është e Bujar Nishanit. Është e shtetit shqiptar, është e pasuria e popullit shqiptar. Por këta që kanë kulturën e makutit. Dhe me kulturën e makuturisë e konsiderojnë që prona e popullit dhe shtetit është e tyre personale. Prandaj, jo vetëm unë, por ju në radhë parë, që jeni duke rezistuar, të mos bëheni pre e kësaj dhune verbale, por ju garantoj se të gjithë qytetarët do të jenë bashkë me ju dhe përtecur përpara në këtë lëvizje të rëndësishme që nis nga liçeni i Parkut të Tiranës për civilizimin dhe për emancipimin e shoqërisë shqiptare. Esni përpara. Falë që unë jam i qëndresës tu. Ne duhet të vëmë në funksionim shtetin ligjor. Të gjithë të barabartë para ligjit. Unë jam si zë qytetar, jam me shpirt e vëmendje para rezistencës së këtyre djemve dhe vajzave, të cilët janë në qëndres në radhë parë për ambientin, për parkun, i cili është shumë i rëndësishëm për jetën e fëmijëve të Tiranës, për mundësitë e tyre për të relaksuar. Për fatin e keq, qyteti ynë i Tiranës prej kohësh është kthyer në një qytet pa banueshëm nga pikpamja urbane. Për fatin e keq është kthyer në një qytet kaosi, ku betoni ka zëvendësuar pemët, ku hekuri ka zëvendësuar lulet, ku oksigjeni është zëvendësuar nga pluri dhe karboni. Prandaj kauza e tyre për të mbrojtur ambientin është kauzë për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve në radhë parë. Dhe nuk duhet të ndalen ndaj çdo dhune dhe akuze verbale që bëhet ndaj tyre. Por anë tjetër është edhe rezistenca ndaj
shteti ligjor. Askush nuk mund të thotë që më duan mua ligjet. Pse na duan e ligjet? Garancia e vetme dhe më e madhe e jetës, e të drejtës, e pronës, për qytetarin, për familjen, për komunitetin, për shoqërinë, është dhe duhet jetë vetëm ligji dhe askush tjetër. President, jeni gati ose do të flisni për Kryebashkinë Konveli në një takim për këtë çështje? Së pari, kryetari i bashkisë duhet vijë dhe takoj këta djemë dhe këta vajza këtu. Kryetari i Bashkisë Tiranës duhet bisedoj me qytetarët e Tiranës. Kryetari i Bashkisë Tiranës duhet respektoj standardet dhe normat e civilizimit të qytetarisë. Kryetari i Bashkisë Tiranës duhet zbatoj ligjin, duhet respektoj ligjin. Zyra e Presidentit të Republikës është e hapur padyshim, jo vetëm për kryetarin e bashkisë, por për çdo qytetar thjesht këtu. Pavarësisht sharjeve që kanë adresuar. Pavarësisht shpifjeve që kanë përhapur. Duhet të rezistojmë. Edhe një herë u them, bota e qytetëruar aty ku ka vajtur sot, natyrisht nuk e ka pasur fushë me lule. Ka kapërcyer këto lloj reagimesh, këto lloj grupimesh, këto lloj shantazhesh, këto lloj vështirësish. Të banalitetet e të një bote të vjetër. Fillimi gjithmonë është i vështirë. Por ne nuk kemi alternativë tjetër. Ne do të shkojmë drejt mënyrës qytetare të jetuarit dhe meritojmë plotësisht këtë. Dhe jam i bindur që kjo lëvizje që është përtej lëvizjes për liçenin, por për emancipimin e gjithë shoqërisë shqiptare. Do të japi frutet e saj dhe unë jam i bindur që ju do të kujtoheni pas disa vitesh si njerëz që bëhet një kontribut të vërtet qytetar për të ardhmen e kësaj Shqipërie. Dhe unë i falenderoj për këtë. Faleminderit. Është mjaft për këtyre unë i njoh për pikëlliket që bëjnë në terren, është punë jo e lehtë e gazetarëve dhe uroj që të dalin sa më shpesh pranë problemeve dhe halleve që kanë dhe t'ia përcjellin. Është e nevojshme që qytetarët të informohen për problematikat që kanë. Dhe unë jam i bindur që ata do të mbështesin për të përcjellë informacionin. Gjykimin pastaj padyshim njerëzor e bëjnë qytetarët. Gjykimi publik bëhet në qytetarët. Unë gjithsesi dua t'i vlerësoj vetëm se janë sot prezent këtu, por do t'i uroja dhe do t'i kërkoja që t'ishin sa më pranë jush në ditët që vijnë. Urime, 100 vjeç, unë besoj që një ditë e bukur me dia, me spembe, është shumë e bukur se sa t'jemi brenda një bunkeri të mbuluar me beton. Shpresoj ditën e ardhme të surprizë. Të uroj gjithë mirë dhe sukses, edhe 100. Edhe 100. Gëzuar Jasi. E kam atje. Gjithë kjo fatmirësi që kamerat ndjekin fenomenin dhe jo fenomenin, nuk është fenomeni që prodhon lajmin, por lajmi që prodhon fenomenin. A mund të jemi tamam të sinqertë që të paktën ta tregojnë çfarë po ndodh aty dhe të absolutisht rëndësia juaj e bërë edhe këtë që po ndodh, por paktën e tij atje fokusi tek ajo që na shqetëson mua dhe ju. Unë këtë do t'u kërkoja juve, unë pash dje nga takimi që patët me mua disa foto që tregonin një mas betoni dhe hekur këtë pa imagjinime. Shokuse. Shokuse. Tregojani që i kemi varur, se s'na i lën. Unë besoj që dhe ju uroj që ta mbani kontaktin sa më shumë në media. Media shqiptare ka djellë dhe vajza të cilët janë absolutisht përkushtuar për profesionin dhe unë i uroj dhe ju edhe dëshiroj t'i inkurajoj gazetarët. Ky është një problem as pak i betejë politike, ju nuk jeni këtu për të krijuar parti politike, ju jeni këtu për të emancipuar tërësi shoqërinë, edhe për të treguar se si qytetarët vendosin dhe në fund janë qytetarët. Nuk janë zyrat, nuk janë burokratët, nuk janë zyrtarët ata që vendosin, por janë gjithmonë qytetarët e këtij vendi, shumica dërmuese e tyre, e cila vendos për të ardhmen e tyre, në mënyrë se ne do ta zhvillojmë vendin tonë. Prandaj po ja u kërkoja misisht në rastin konkret që fokusi të ishte tek çfarë po ndodh. Absolutisht ju jeni fakti që po ta bëni këtë gjë, por fakti tjetër të fokusohesh në këtë kamerë Këtu ka qenë problemi. Pra, gazetar ka patur, filmimet janë bërë, por produkti final nuk është publikuar.
Madje prej 3 javësh, as ne si qytetar, as media nuk lejohet të hyjë atje. Ai vërtet është një kantier që e kanë rrethuar, por është një pronë publike. Pra ky është një investim publik. Dhe praktikisht ne na mbahet përpiqet në maksimum të mbahet e fshet se çfarë po bëhet atje. Dhe ka 3 javë që asnjë prej nesh nuk ka të drejtën me leje, nuk po flas me shkelje të ligjit, në përputhje me rregullat që ekzistojnë, nga dera e kantierit, asnjë nga ne dhe asnjë gazetar në 3 javët e fundit, as me kamerë, as me aparat fotografik nuk është futur brenda. Dhe mendoj që ky është një cënim i dukshëm i drejtës tonë kushtetuese për të informuar për të mirën publike. Unë ju mirë kuptoj dhe thash, kjo është vështirësia e fillimit të proceseve kaq shumë të rëndësishme që ju i keni dalë për zot sot. Ju nuk i keni dalë për zot krijimit të një partie politike, cilën e kanë bërë shumë njerëz përpara në këtë vend. Ju i keni dalë për zot një kauzë shumë të vështirë. Kauzë se si një shoqëri duhet të orientohet nga mënyra e reagimit dhe e sjelljes civile, emancipuese. Dhe mos mendoni që kjo është e lehtë. Rezistenca dhe kundërshtia që do të ndeshni juve për shkak sepse banaliteti mendon të triumfojë mbi civilizimin është shumë, janë të ndryshme. Rezistenca juaj ju jap siguri qytetarëve në këtë rast. Absolutisht që do të shkojë përpara. Dhe jam i bindur që përmes mesazhit dhe rezistencës që ju bëni qytetare, paqësore, civile, do të mbledh rreth jush, rreth kauzës suaj, jo vetëm shpirtërisht, që jam i bindur që janë miliona shqiptarë, por edhe fizikisht do të jenë të shumtë ata që do të vinë nesër, pas nesër, dhe natyrisht lëvizja juaj shkon në gjykimin tim përtej një projekti të vetëm, i cili për fat të keq ka sjellë të sjellje vandalesh në parkun e vetëm të qytetit Tiranës, por lëvizja juaj shkon përtej kësaj çështje, është një lëvizje për një kauzë shumë të madhe. Dhe ju do të inspironi shpirtin qytetar tek shumë qytetar, tek gjithë komuniteti. Dhe ne kemi nevojë që shoqërinë tonë ta zgjojmë nga pikpamja emancipuese dhe qytetare dhe civile. Që të vendosim se cilat do të jetë mënyra që ne duhet ta zhvillojmë, sepse kemi potenciale të jashtëzakonshme. Kemi potenciale të jashtëzakonshme. Qytetarit e Tiranës jam e frekuentoj shumë shpejt. Skandali më i madh që miqë vinë betonierë, janë se me kilet tona ajo vinë xhimat betonierë, vinë mes ditës, qytetari ku do kaloj, shoqërohen me forcat speciale ku e ke pati në vend botës, ose ndërtohet një park, dhe s'ka park që me beton as i vend botës. Tu vjen eskorta, vinë 3 shqiponja, ku shqiponja ka punë tjetër të bëj atje që po vriten njerëz mes rrugës, vjen këtu shoqëron betonierën, po betonierë, po tash shihni shoqërohet nga eskorta. Eskorta, biles tani ne na ruajnë, zoti president, ka raste jemi 10 veta, jemi 20 veta, na ruajnë 100 policër, sikur jemi kriminal, i ditë vudhëm plasmanë se na ka pishiu ai erdhi na ecim. Ju shiko, secili prej jush ka zemrën e madhe. Edhe kur ajo ju ka bërë që jeni dhe rrini këtu me ditë tëra, me net tëra, tregon se sa kurajo keni juve. Dhe natyrisht unë jam bindur që edhe forcat e rendit nuk do të spekulojnë dhe nuk do të keq përdorin forcat e tyre në formën e tyre. Ata që kanë përdorur kanë bërë padyshim një shkelje të rëndë. Edhe sot nuk doni të hapni rrugën që kaloni këtu. Po do vija unë të ta gjeja rrugën për të ardhur. Do ta gjeja rrugën për të ardhur. Më lejoni të bëj dhe një koment të fundit. Mua më pëlqen jashtëmase që me pranimin tuaj sot keni marrë dhe vëmendjen mediatike në mënyrë që publiku të shohë përmes jush edhe një herë çfarë po ndodh. Nëse është e mundur, pa mundësia për të futur brenda, të paktën të mos ju ndaloj për të bërë një foto apo për të dhënë një mesazh mu përpara aty ku po ndodh betoni. U bë, nuk e di, po afër po them. Sepse për fat të keq në këto momente që flasim, betoni po mbulohet me shtresa të tjera. Bravo. E kanë mua më duket si marrin dhe herë. Lajmi doktorohet kaq shumë se që kalon mesazhi final. Okej. Njerëz që nuk besojnë se po hidhet beton. Me zërin e Gom për beton. Gom për betonit, më ndoshta Po të thotë vishë do kush ashtu është e shikon këtë vandalizëm që po bëhet. po ju ka vërbuar si të fortia. Ndihma jote më e madhe do ishte edhe në prokurori se ka filluar prokuroria të censurohet nga informacion që kanë burimet sigurta. Institucionet e zbatimit ligjit kanë kushtetutën, kanë ligjin dhe janë të detyruara të zbatojnë ligjin dhe kushtetutën. Padyshim që nga pozicioni i presidentit të Republikës, për aq sa kompetenca mjet ligji, mund të monitorojë mënyrën se si veprojnë institucionet e drejtësisë. Ka dy simbolika. Paqe dhe jetëgjatësi.
Qëllim Shqipëri ja tregoj se si kauza juaj është kaos. Paqësore, qytetarët civile, por do të jetë shumë jetësor. Pa diskutim. Shiroshim të bëshim gjithsej ne që kemi ndetur këtu dhe që bëshim një foto me ju. Patjetër. Filozofike, prandaj ka më shumë njerëz. Edhe sot në provas me njoftim të diçka të tillë. Jo, më. Sa video që çfarë ka ndodhur brenda dhe me shpikun e betonin, edhe me Faleminderit që kaluat për të institucionit. Më besoj se përpara se kemi veshëm autoritete, nuk duhet harrojmë se në të gjithë qytetarët e vendi dhe duhet të mbajmë. Përpara.